Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin këtu në kanalin Rrëfime Jete për të komunikuar dhe për të rikthyer tek ju një rast që ditëve të fundit është përfolur shumë. Pikërisht ditën e djeshme në emisionin Pa Gjurmë nga gazetarja e nderuar Odeta Dume është folur rasti i Bleona Matës, do me thënë një dëshmitar i cili ka mbritur në studio nëpërmjet linjës telefonike, gjithmonë Odeta duke respektuar dhe duke ruajtur emrin e tij, duke ruajtur personin në fjalë, sepse bëhet fjalë për një rast që do me thënë brenda këtij rastit fshihet një dramë shumë e madhe. Arritëm të kuptojmë që kemi të bëjmë vërtet me një shitje të një fëmis, ka ardhur një deklarat rreth Bleona Matës. Tani rreth Bleona Matës kanë ardhur shumë deklarata, por jam i bindur që Odeta Dume, nga profesionalizmi që ka, në asnjë mënyrë nuk do të nxirrte një deklarat e cila nuk kishte një pik udhëzimi. Një pik udhëzimi drejt asaj se ku do ta çonte kjo deklarat këtë histori. Zotëria thot kështu: e pash me sytë e mi, u mbajte izoluar në Vlorë dhe u dërgua në Greqi. E çuditshme. 16 vite pas zhdukjes misterioze të voglushes Bleona Mata, një dëshmi e re ka mbritur në redaksinë e emisionit Pa Gjurmë, në Report TV, duke ngritur dyshime serioze mbi vendodhjen dhe lëvizjet e saj pas humbjes më 22 maj të vitit 2010 nga fshati Pikëllim. Në zonën e fshatit Zapot, do me thënë mali Pikëllim, zona e fshatit Zapot, në qytetin e Kukësit. Dëshmitari në një bisedë telefonike, në një bisedë që jam i bindur që Odeta nuk e ka publikuar të gjithën, sepse normalisht ajo do me thënë punon në mënyrë profesionale për të treguar te publiku disa nga pikat që publiku në qoftë se e shikon rast në fjalë të drejtohet më njëherë tek Odeta, thot do me thënë që ai ka ndarë një seri informacionesh dhe detajesh që lidhen me rrethanat e asaj kohe, lëvizje të dyshimta dhe elemente që sipas zotërisë mund të hapnin pista të reja hetimi për fatin e Bleonës. Siç duket, gazetarja Odeta dhe zonja nëna e Bleonës janë në hapat më të mirë për të arritur atë momentin e shumë pritur që ne në fakt presim. Realisht unë dua të falenderoj zonjën Odeta, e cila nuk hoqi dorë nga ky rast, sepse ky rast në fakt është kërkuar edhe më herët, është përfolur edhe më herët, është komentuar edhe më herët, por nuk ka patur një pikë që vërtet mund të dyshonin se aty mund të shikonin diçka, por me të gjithë forcën, me të gjithë guximin që Odeta nuk ndalon së punuari këtë rast, siç duket më në fund arritëm që të kapim pikën për të kuptuar se ku mund të ndodhet Bleona Mata. Zotëria thot kështu: unë kam informacion për Bleona Matën. Vajzën e kanë sjell njerëz të afërt të familjes, e ngjajshme me atë që është thënë deri më tani, që do me thënë Bleonën në së fundmi e kanë parë 5 vajzat e afërta të familjes, do me thënë ka qenë me ato bashkë në malin Pikëllim, ashtu siç zonja Bukurie në fakt e tregon të gjithë ngjarjen, e kanë sjell në Llakatund dhe nga Llakatundi për 3 muaj e kanë mbajtur në fshatin Picar të Vlorës. Do thënë nga Llakatundi i Vlorës e kanë çuar në fshatin Picar të Vlorës. I bie që Bleona është shitur në atë kohë. Tani dëgjoni, sipas rrëfimit të tij, vajza është marrë nga një çift i cili dyshohet se e ka mbajtur të izoluar Bleonën. Dëshmitari shton se pasi rasti u bë mediatik në programin Njerëz të humbur, dati viti nga gazetarja Aida Shtino, vogëlushja e dyshuar si Bleona Mata
është larguar nga fshati. Zotëria thot, e kam parë Bleonën me sytë e mi, e kemi parë edhe në televizor. Unë dyshoj se nga frika ata e dërguan në Greqi. Do të thënë, sipas zotërisë, në momentin kur është bërë me një herë publike si rast, ajo familje e cila e ka marrë Bleonën, nga frika e kanë dërguar drejt në Greqi dhe ndoshta edhe atje mund të kenë mbajtur të izoluar. Pasi ajo familje kishte jetuar edhe më parë në atë shtet, do të thënë familja që dyshohet në këtë rast se e ka marrë Bleonën. Edhe pse këto pretendimet mbeten të paverifikuara zyrtarisht, jam i bindur që Odeta di edhe më shumë në këtë rastin, po normalisht e të vendos momentin kur do t'i bëj publike. Dëshmia përbën një rrëfim të drejt për drejt nga një banor i zonës dhe ndes një dritë jeshile për verifikime të mëtutjeshme. Zhdukja e Bleon Amatës mbetet një nga rastet më të mediatizuara në shqiptarizëm dhe më të dhimbshme gjatë dekadës së fundit. Një vajzë vetëm 6 vjeçe u zhduk më 22 maj të vitit 2010, ndërsa gjurmët e saj të fundit u humbën në malin Pikëllim në zonën e Kukësit. Në fakt, unë uroj me zemër, sepse shikoj që edhe shumë e kanë gjykuar Odetën. Tani duhet kuptoni, një gazetare nuk është një institucion shtetëror. Një gazetare mund të bëj deri në pikën që mund ta lidh nënën me Bleonën, por nuk mund të shkoj nëpërmjet ligjit të shtetit. Do të thënë, ka ligj që merret me këto gjëra dhe shteti do t'i ndjekën këto gjëra. Por para se të gjykoni Odetën, se nëse ka publikuar një video të këtill, nëse ka publikuar një mesazh të këtill, duhet të gjykoni një herë ku ishin institucionet gjithë këto vite që nuk bën asnjë gjë për zonjën Bukurie Mata, ndërsa Odeta që të qetëson shpirtin e të gjithë publikut, sepse publiku shqiptar është familiarizuar me zonjën Bukurie, është të bërë pjesë e rastit të Bleonës dhe duan të dinë të gjitha detajet se çfarë po ndodh me Bleonën, si është fati Bleonës, ku ndodhet Bleona, si mundet mos ketë asnjë lloj informacione gjithë këto vite dhe pse shteti nuk e merr në dorë këtë rast, pse shteti nuk e ndjekën këtë rast, çfarë fshihet në shtet, a mund të ndodhën korrupsioni me një vajzë të vogël në këtë mes, dhe normalisht unë dua ta falenderoj Odetën për gjithë punën që ka bërë, jap mbështetjen edhe personale që edhe ne të gjithë, do të thënë, gjitha informacionet që mund të kemi rreth Bleonës i adresojmë drejt gazetares Odeta Dume për t'i ndihmuar që ky rasti, do të thënë, të merr një fund të lumtur. Unë mendoj që zonja Bukurie është më në atë pikë të jetës që tani në këto vite të takoj të bien të saj një nën që në fakt nuk hoqi dorë kur nga vajza, besoj gjithmonë në Zot, besoj gjithmonë në ditën që një ditë do ta takonte vajzën e saj dhe një ditë do ta përqafonte ashtu siç nëna dita përqafoi fëmijën. Si gazetarja nderuar Aida Shtino, si gazetarja nderuar Odeta Dume, bën të pamundurën, por Odeta, do të thënë, e pati siç duket finalizimin e kësaj ngjarje për të sjellur tek publiku shqiptar të vërtetën e Bleon Amatës, një e vërtet që realisht na tronditi dhe po na trondit të gjithëve. Uroj me zemër që Bleona të jetë mirë një herë dhe më pas të përqafoj nënën e saj, e cila po e kërkon ndër vite.